Jasi të shëroni dhimbjen e gjurit vetëm me vezë. Ja receta. Nyjet më të rëndësishme në tërë trupin ton janë gjunjët, meqense na ndihmojnë me lëvizje. Në këtë video ne do t'ju tregojmë një ilaç natyral shumë të rëndësishëm i cili është në gjendje të qetësojë dhimbjen në gjuhë për disa minuta. Por duhet të jeni të vetëdijshëm se dhimbja në gjuhë mund të shkaktohet nga mbipesha, përpjekjet e tepruara fizike, lëndimet dhe artriti. Përbërësi që do t'ju duhen janë një e verdhë veze, 2 lugë krip dhe fash elastike. Rriheni të verdhën e vezës dhe më pas të përzini atë me krip. Si ta përdorni? Aplikoni disa nga përzierjet në pambuk dhe vendoseni direkt në gjuhë, si edhe përdorni fash elastike për ta izoluar atë. Pambuku duhet të qëndrojë në zonë për 2 orë për veprim. Ju duhet që ta kryeni këtë praktik me fasha 4 herë në ditë.